6 muaj lidhje plus, ç'është a the për çika? Po çfarë bëu tash, tash ndalume se kanë mu dashuru ato. Unë nuk kontaj programi Ismailov, na keni po. Nga nëse dal diskoteka, kish dal femra. Ire po. Det martun. Asnjë një çik nuk po dal me ty pa kuni posra, pa pas diçka. Mi thon s'kam këtë apo iki çdo kam shpejt. Në momentin më të vështira janë që i kam kaluar në burg. Vallaj po. Ai lidhet e, ai çfarë? Janë lidhje. Lidhet se so. Që një 6 muaj na apo. 6 muaj lidhje plus, ç'është a the për çika? Po çfarë bëu tash, ndalume se kanë mu dashuru ato. Çish unë njoftu me të dashurën, si e shati dashurinë? Vallaj, unë nuk kontaj programi Ismailov, na keni po. E pi atush, më ku me atë qikën, halo me tojmë. Që ato e ke njëftu atë qikën, apo? More cila pas ka ikë, se pas po. Po ne e blarë ta një me syza. Dyar femër o kone. Qish? Dyar o kone femër. Po se o kone me syza. Të regën ashtë dashuria ju, qështu ka duk në fillim, a ke besushme nga njerës? Vallaj, në fillim e kom bu takimin me to. Tani, ja ka njësë të full që ka pak, dhe sa këna hi në lidhje. Si du të me qenë femra idole për ty, që është që bënë, tama? Vesh me kone e sjallshme, me kone e respektushme. E të çfarë tipi je? Kone të bëdhi qetin. Qetë, aje të lezat, s'ka. Allo gjele sa dush. Gjelesa dush, Vallaj, e pse po. bëdhi qetë? Po ani, po ta zhvarën në qëpar pozite je. Atë për nga nëse dal diskoteka, kish dal, femra, ose diçka, pa ty. Me dol me shoq, apet, qysh është ma mira, me dol me në kënë tjetën në ma që të prejke. A jetëp që janë dalën, të shosë këme busi me mu? Jo, tjera në ka të lirë. Ire, po. Det martun. Dhe të marrë, a ki gati u marrë? Vallaj, po prezëm ka vera. A jepish me për diçka njëtë? Për qa? Qka të regëm të a jepish me për diçka njëtë? Vallaj, kishmë njerë për njerë. Për tua që këmë bu në fillim, kishmë një më kunë. A për shesë dhe ka desë shtë? Po qëta që tashmë më ka një qapë ma shumë. A menon që ka me orë një moment që keme desht me i fshi krejt? Po, Po? besoj që po. Edhe ka më ardhën. Ty edhe pi bërë dhe për ditë që kemi i fshi? Normal, po tash të bili, kur ti bësh do vjetë është mirë mi hekën. Bili me shkuj E paqët. a kështë desht që fëmija jëtë në të ardhëmën me shkun hapa tu? Mi jem kësha pas qefën të armën, mos më bos shumë konë në. Më konë, më thonë, tash a qika djalla shumë konë në pas tjetër. Abdo një pas tam që shikum bon, shikum një kënë hapa të në. A e kështë lofë mi të në botë? Ja. Jo, a? A i thë të lopa kënë qafë, sa jemi ripi bëj, stani kërdes. Po tash ti pëlqeft, bënë e s'ka lidhje, për një sa problem, shumë s'bë ma shumë. Si i shati sot dashurinë? Në lidhe këke po si e shak kështu në përgjësi, a u shëndru ma shumë në interes? Po, ma shumë po. Sa? Po tash u prish edhe bota më. Shumica e qika më nuk të këshyrin më, që kom para 10 vjetë, po të këshyrin tash punën në interesi, po këshyrin komplet. Materialista po janë? Asë një qik nuk po dal me ty pa ku një posra, pa pas diçka. Një kartë mirë, e BMW. Ndaj, që mi thonë s'kam këtë apo një iki çdo kam shpejt. As kërë sy. Cile është momenti më i vështirë që ke pas një? Apo sakrifica, sfida? Momente më të vështira janë që i kam kalu në burg. Po, Po ku ke qenë bërë? 7 vjetë. 7 vite. Për çka ki drejt me na treguar? Ja, ajo është çështje personale. Që ato janë momente më vështira derisa jam dalën. Qysh u ndjeve kur duhet normal që mirë ndje, po po shkruna pak. Po për shta në burg thonë jenë dy bota, jenë botën e burgut dhe në botën e jashtë. Në burg më nga normal me dal jashtë, deri asanët, e kur t'jesh jashtë është botë këtë tjetër. Kur dole për ty ka këtë Kur dola, si mos me dal heq, fillimin. A je pishman? Shumë. A je mush men atë kuptimin që mos me bo gabime që të qujnë pasoja? Normal, me një mushën sa dush, për ta është Dhe një pyetje ta vë. S'pe di çka ke bo që ke import, veç atë karon me nana, baba, para se me bo atë gabim. Po normal, kur të besh në burg e mëson a kish familje, Para se me bo, se kur të besh në burg, normal që po t'jen, normal, po tash nuk do me thonë që kitë posh ose që do kësh pak, ku me di qysh me thonë që nuk do me thonë që kitë kriminal. Po për shkak kur të besh në burg e mëson a ki familje, a kish është një aski. Cili është premtimi që ja ke bo vetës? Premtimi që ja kom bo vetës, se piqa se deret që më dalë më, nuk kam u kry me ta derë kur njët. Kur heq, me di që flaka i den. Bravo. Vesh, që ofse është punën që të prejkë moral në familje është ma ndryshë. A kështu feqeve që këna bo që e në konë të ria të harrohen, u kone kalume. E kalume. Si të ardhme në pas. E qëtash, po është me dalë më kënaqë në gërmi, më si të shëpare, për një maj. Falendroj shumë që më ndalë. E, falendroj shumë. Kaleni bukur, të ndjam, kaleni mirë. Po ti gjallë, unë jam, vip, a përshe, unë kam qenë gurbet, kam shetit, po mjaft,
Po për me jetu, kur s'ma kish marrë menja. Jetën në gurbet, tash me thonë, unë i kam 2 djemë në gurbet. A më dhenë zemra shumë. Jo që në hub djemë, për një hub edhe fëmija. Djali i madhe ka djali 19 vjeqar, vajzën 17. Thash, a kishe jetu këtu, thash që e gjeni gjuhën, punon një call center me njerë në 1.200-300-500 euro, thash rogë. Jo, tha, me qëtit pua, më me punu, jo. Me inxhinier, me mjek, me këtë janë për jashtë, me profesor, e qka? Trekën afrin nga je. Shka të mërmenja kështu? Në Ferizaj, po të shret asha Ferizaj, po, që tu jetoj. Ja, i mërgim të ora, kjo. Përshëndetje, o të gjallë, unë jam, oj, vip, a përshe? Qa ditan dhe është më si mërgim të ora? Jo, mërgim të ora, si jam unë këtu jam, më dhe këtu, kam lindi shtime një qytetës e vogël, pasaj shkollën fillore kam kryu atjet, mesmin të, fakultetin kam kryu shkollë, magjistraturën atjet, qashtu. A e kon gurbet në herë? Unë kam qenë gurbet, kam shetit, po mjaftë, po për me jetu, unë Ju të preferan? kur s'ma kish marrë menja, edhe kisha lutë, krejt, po na s'ke mujtë fëtrive më kryu kushte, tash po im tamam që duhet, se shumë e vërtet, s'ke mujtë kushte më kryu që ata me punu këtu, me vepru këtu edhe me jetu si duhet. Përdyshe, unë Si është ati jetën gurbet? gurbet. Jetën gurbet, tash me thonë, unë i kam 2 djemë në gurbet, me familjen ata. A më dhenë zemra shumë, djek shumë, A se e të thonë më së shkra? une nuk ju kam preferu me shkollë, unë kam punu në shkollë mesme, jam profesor i sportit. Kam qenë i thari asaj viteve 90-a kur dilqin me të madhe kështu, se kim punu edhe me shpije në për lokale private kështu, shkollat i improvizume. I thari asaj kam qenë që asë një herë mës me shku atje. Mirë po, nuk kom, jo që su më kanë dëgju, po funit moshën e kam postil, kanë dalë, edhe ju në gjithë atje mirë. Mirë, po sot ata kthehen, sot me pas një rrugë, dikun një herë ata kthehen. Ta disha me të pytë, Po. a e në gjendje mu këti përfundimisht? Ata, po me kesë, jo që në hub, djemë për një hub edhe fëmija. Djali i madhe ka djali 19 vjeqar, vajzën 17, edhe ata ishin këtu, edhe u knaqëm tha për pushime kur edhe në vitin e kalum. Tha u knaqëm, tha shka kishe jetu këtu, tha që e gjeni gjuhën, punon një call center me njerë në 1.200-300-500 euro, tha rrugë. Jo, tha, me qëtit pua, më me punu, jo. E cila mendoj që ishte me qenë rruga mesatare me bunjet normale këto? Këtu, unë mendoj që një familje me 2, 3, 4 antar, pa 1.200-300 euro, s'mundet me jetu. Ja, të lutem se gjithë s'ka shtrejt është, pasaj, që unë po thëmë, unë kam tash me zënë jam, dëkone kam me gjithë trusin që e marrë me dikone ofër 600 euro, po jo. Jo vetë, pse nuk keni preferu me jetu në gurbet, dikon jashtë? Pse? Me qenë se kushtet veç sa i the që nuk jenë. Po, ama ne kem punu si edhe shoqja kam punu atëhere me mu bashkë, aja ka hap një butik.